Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Partia Demokratike proteston në bulevard, kërkon ndërheqjen e Ramës dhe krijimin e qeverisë teknike, forcat e policisë në gatishmëri blindojnë institucionet. Vritet me thik i riu në Tiranë, 31 vjeçari u godit pas konfliktit me 3 persona, humbi jetën gjatë rrugës për në spital, shkak dyshohet të jetë bërë një vajzë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë kërkon të jepet fund sulmeve politike ndaj SPAK. Brukseli kërkon më shumë garanci nga qeveria edhe për fondet e IPARD. Rreshtet e shiut shkaktojnë përmbytje në shumë zona në Vlorë, Fier, Durrës e Shkodër, vështirësi në lëvizjen e makinave, dëmtohen edhe disa rrugë. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Ka nisur protesta e Partisë Demokratikëve dhe alatëve të saj përpara kryeministrisë. Kjo është protesta e 4 kombëtare që zhvillohet nga opozita pas asaj që u mbajt në datën 22 dhjetor të 2025-ës, 24 janar dhe 12 shkurt të 2026-ës. Në protestat e kaluara si edhe kësaj here, PD ka kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe numri 2 të qeverisë Belinda Balluku, si edhe krijimin e një qeverie teknike që do ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Edhe këtë herë Partitë e reja, Arlind Qorri, Adriatik Lapaj dhe Agron Sheaj nuk janë bashkuar kësaj lëvizje të PD-s. Pavarësisht se policia nuk ka marrë përsipër protestën e opozitës, Ministria e Brendshme ka deklaruar se uniformat blu do të garantojnë sigurinë. Sipas Albana Koçiut, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka nisur hetimet për pretendimet e opozitës lidhur me përdorimin e gazit lotësjellës në tubimin e fundit. Protesta kësaj të premte e Partisë Demokratike është komentuar dhe nga Ministri e Brendshme Albana Koçiu. Në një konferencë me gazetarët, ai u ndal tek njoftimi i Policisë së Tiranës, e cila tha se nuk merr përsipër protestën. Sipas saj, policia nuk aprovon aktet e dhunës me molotov, por do të garantojë rendin dhe sigurinë. Kjo është një procedurë e cila është e lidhur drejt për drejt me 2 protestat e kaluara, duke patur në konsiderat veprimet e dhunshme që janë kryer në 2 protestat e kaluara, por në ndërkohë nga ana tjetër, ju e thatë vetë, e drejta për të tubuar dhe për të manifestuar është e kujdo. Policia e shtetit ka për detyrë të ruajë rendin dhe sigurinë, dhe për këtë është e angazhuar maksimalisht. Sa i takon akuzave të opozitës se në protestën e fundit të blut përdoren gaz lotësjellës të skaduar, Koçiu tha se ka kërkuar një hetim të rastit. Kam urdhëruar të kryhet një hetim nga struktura e policisë dhe nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore sa i përket përdorimit ose jo të një bombule gazi të skaduar. Hetimet po vazhdojnë në përfundim, do dalim me një konkluzion. Ndër të tjera, Ministre Albana Koçiu shpreh se gjatë vitit 2025 janë sekuestruar pasuritë e personazheve të botës së krimit në vlerë 65 milion euro, pasuri që do të vendosen në shërbim të institucioneve të vendit. Një konflikt banal për një vajzë i mori jetën një të riu në kryeqytet. Ai u godit me thik nga 2 persona sapo doli nga mjeti i tij, ndërsa gjyti vdekjen gjatë transportimit për në spital. Autorët e krimit dyshonin se 31 vjeçari kishte ngacmuar të motrën. Një 31 vjeçar u vra me thik pas ditën e kësaj të premteje në Tiranë. Ngjarja ndodhi sapo i riu i identifikuar si Egli Pashollari doli nga makina në rrugën Kongresi i Lushnjës, ku u sulmua nga 3 persona, 2 djem dhe një vajzë. Gjatë konfliktit fizik, njëri prej djemve e goditi Pashollarin me thik në kurriz. 31 vjeçarit ju dha ndihma e parë në një lokal aty pranë dhe më pas me makinën e tij u nis drejt spitalit, por humbi jetën gjatë rrugës. Autori i ngjarjes është identifikuar si Gazment Buçpapa nga Tropoja. Ai së bashku me 2 personat e tjerë të përfshirë në konflikt janë shpallur në kërkim nga policia. Sipas informacioneve paraprake, autorët dyshonin se Pashollari u ngacmonte të motrën dhe për këtë arsye janë përfshirë në konflikt me të. Egli Pashollari ka qenë polic burgjesh dhe në vitin 2020 është akuzuar se ka tentuar të fusë alkol në qeli për Emiliano Shullazin, por çështja ndaj tij më pas u pushua me argumentin se Pashollari nuk ishte kryer vepër penale sepse alkooli nuk është i ndaluar me ligj.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi të jap fund sulmeve politike ndaj SPAK. Diplomati i lartë i Unionit foli në një intervistë edhe për ndërprerjen e fondeve të IPARD. Sipas tij, Brukseli zyrtar kërkon më shumë garanci nga qeveria për mënyrën se si do të shpenzohen këto para. Presionet politike ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri duhet të ndalen. Këtë mesazh dha ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato në një intervistë për Deutsche Welle, teksa theksoi se reforma në drejtësi është një nga arritjet më të larta të vendit. Ne kemi thënë se në të vërtet, gjyqësori dhe sistemi gjyqësor janë bërë më të qëndrueshëm ndaj këtyre sulmeve, edhe pse është një sistem i pavarur. Por, megjithatë, mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyrja politike janë diçka që e shohim me shqetësim. Është diçka që nuk duhet të vazhdojë. Kryediplomati i Unionit në Tiranë komentoi dhe çështjen e fondeve të IPARD-it, ku shpjegoi se vendi ynë nuk i ka dhënë ende siguri Bashkimit Evropian në mënyrë që të marrin parat. Ne nuk mund ta bëjmë këtë nëse nuk kemi të gjithë garancitë e mjaftueshme se parat po menaxhohen siç duhet dhe presim që qeveria shqiptare ta marrë seriozisht këtë. Pra, topi tani është ende në fushën e qeverisë shqiptare për ta vlerësuar këtë raport auditimi dhe për ta siguruar Brukselin se masat që kanë marrë janë të mjaftueshme që ne të rifillojmë ndihmën financiare në kuadër të IPARD-it. Puna e bërë për përshtatjen e legjislacionit shqiptar me atë të Unionit për Gonzato është e mirë, ama nuk duhet të shkelet transparenca. Në këtë kontekst, është gjithashtu e rëndësishme të nënvizohet një gjë, sepse po punojmë nën presion të madh. Por mendoj se është e rëndësishme që të mos e bëjmë këtë në dëm të transparencës, përfshirjes, që miratimi i ligjeve dhe masave të bazohet në një debat të hapur, ku njerëzit të kuptojnë çfarë po bëhet. Ambasadori i BE komentoi dhe vizitën e anëtarëve të Komisionit për Punën e Jashtme të Parlamentit Evropian në Tiranë. Për Gonzaton, eurodeputetët dhanë mesazhe të qarta për punën që duhet të ndjek Parlamenti ynë. Armë, municione, tritol dhe kanabis janë gjetur në shtëpinë e një 49 vjeçari nga Fushkruja. Ky i fundit ndërkohë ka disa muaj që është shpallur në kërkim për të njëjtën vepër penale. Edhe pse është në kërkim nga policia, i dyshuar si furnizuesi i grupeve kriminale të Fushkrujës dhe Nikles me armë zjarri, kjo nuk e ka penguar as pak Ylizallën, që banesën e tij ta kthej sërish në një bazë arsenali për armë të ndryshme dhe lëndë shpërthyese. Ndërkohë që është një nga personat më të kërkuar nga Blut, në nënhundën e policisë së Fushkrujës, Ylizalla krijoi një tjetër bazë armatimesh, brenda të cilës policia gjeti 3 armë zjarri, 24 kallep tritoli, 11 granata, 9000 fishek dinamit, kanabis e të tjerë. Zalla u shpall në kërkim në muajin nëntor si një nga personat të dyshuar se ka furnizuar me armë zjarri autorit që ekzekutua në Rinas, Gilmando Danin dhe Muçi Shaljanin. Gjatë kontrolleve të policisë vetëm përpara pak muajve, policia gjeti armë të shumta që i përkisnin pikërisht 49 vjeçarit. Sipas ekspertizës, armët u zbuluan se nuk kishin dalë nga banesa e Ylizallës, por megjithatë ai është në kërkim për gjithçka që u gjet në banesën e tij private. 49 vjeçari nuk është një emër i panjohur për policinë. 12 vite më parë u arrestua po për të njëjtën vepër penale, prodhim të bombave artizanale, si dhe i përfshirë në prodhim dhe shitje droge. Në atë kohë gjithashtu dyshohej për lidhje me grupin ISIS për rekrutime të shqiptarëve në grupe terroriste. Tre persona janë arrestuar për kultivim të lëndëve narkotike në Shkodër. Ata kishin përshtatur një tunel ku kishin vendosur fidan kanabisi, të cilat rriteshin përmes llambave. Një tunel i përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike me pajisje që furnizoheshin me lidhje të paligjshme të energjisë elektrike është zbuluar nga policia në Shkodër. Gjatë operacionit, efektivët zbuluan tunelin në oborin e një banese të marrme e Qira në lagjen 10 Korriku, e cila ishte përshtatur për kultivim kanabisi. Nga kontrollet në këtë ambient u gjetën 555 fidan dhe 115 bim kanabisi, 126 lampa, 80 pajisje inverter, 31 panele LED dhe 17 filtra ajri, që shërbenin për kultivimin dhe tharjen e fidanëve dhe bimëve narkotike. Policia gjithashtu arrestoi në flagrancë 2 autorët e dyshuar, ndërsa u vu në pranga një punonjës i OSHE-s dhe u proceduan penalisht 3 të tjerë për shpërdorim të tyre. Ky është zbulimi 14 që policia realizon në kuadër të operacionit në Onet dhe të goditjes së rasteve të paligjshme të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike.
Nga Vlora në Shkodër, rreshtet e shiut sollën përmbytje në shumë zona. Banorët dhe automjetet e kanë patur të vështirë lëvizje, ndërkohë që janë vënë re edhe dëmtime të rrugëve. Moti me shi që ka përfshirë pjesën më të madhe të vendit ka shkaktuar probleme në disa qytete. Si pasojë e erës së fortë në Vlorë gjatë natës në zonën e Pyllit të Sodës, një pishë e madhe është rrëzuar nga era e fuqishme, duke bllokuar plotësisht aksin që të çon drejt fshatit Zvërnec. Një automjet që po qarkullonte në atë segment rrugor është përplasur me pishën e rënë në rrugë, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Ndërkohë në aksin Vllahin Poçem, në zonën që lidh Mallakastrën me Vlorën dhe jo vetëm, rruga e re është dëmtuar vetëm 2 vite pas ndërtimit. Asfalti ka pësuar dëmtime të dukshme në një pjesë të konsiderueshme të gjatësisë, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Kjo është situata në shumë rrugë të lagjeve të Durrësit, të cilat përmbyten sistematikisht sa herë ka reshë shiu. Rrugët janë bërë gati të pakalueshme për këmbësorët dhe nxënësit e shkollave në lagjet 18 dhe 16, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të ecin me shpejtësi të reduktuar për të shmangur defektet apo aksidentet. Në Shkodër situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në fshatin Obot në terren janë angazhuar 6 forca dhe 1 mjet nga reparti ushtarak. Niveli ujit në aksin rrugor është rreth 30 cm, ndërsa rreshtet e shiut vijojnë her pas here me intensitet të lartë. Deri në këtë momente nuk raportohet për banesa të rrethuara nga uji. Ndërkohë nga hidrocentrali i Fierzës po shkarkohen 1000 m3 ujë për sekond, nga Komani 800 dhe po ashtu edhe nga Valli i Idejës 800 m3 ujë për sekond. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.